Me veteranin e nderuar të atletikës Shkodani Sak Bala. Bala po përcjellin në banesën e fundit një koleg të sportit, një koleg të atletikës si Askoja, Asimujaxhi, Bushati. Keni kaluar shumë vite së bashku. Askoja është një figurë qendrore me kualitet në ekipin e atletikës të Shkodrës edhe në ekipit kombëtar. Ne Askon kur kemi filluar në 59-ën, Askoja kanë më i madh se sa na, në moshë më të madhe se na ka marrë afër, na ka afru, na ka dhënë atë dëshirën për me punu, për me dhënë rezultate të mira, megjithëse ne në atë kohë kishim një grup të ri shumë të mirë. Unë përmendim si Vilan Tufi, Nazmi Kryziun, Zim Memen, e shumë të tjerë, Angel Çekën, e të tjerë. Por ditë them që e kishim jo vetëm shok, na thoj si shok, pa e kishim edhe si trajner, edhe si drejtues, si brenda servitjes edhe jashtë servitjes. Asë kishte një djalë me një përgatitje të përkryer fizike, djalë si atë vështirë me gjetë, edhe sot me atë përgatitje që kishte. Ishte një sprinter i mirëfill, kampion dhe rekordmen në disa vjet me radhë në 10 garsh. Ai kryte edhe 10 garsh edhe gara individuale, si zgjatjet, si 100 metrash, stafeta 400, stafeta 400. Pra i kryte brenda sektorit që kishim të aktiviteteve. Askoja ish një rropa qeps i shkëlqyer. Ai kontribuote me ekipin edhe në veshmatjen që ishim model, megjithëse ishim një grup shumë simpatik në atë kohë, ishim model në paraqitjen e jashtme atë. Mirë po Askoja ka pas edhe një talent tjetër, ka pas talent Zanin. Dhe i doli Zani, ashtu mirë po shkoi u provu në Tiranë dhe fitoi konkursin. Kur fitoi konkursin, e marrë shkollën e lartë të arteve, shkollën e artë për kanto. Bile, ai ishte tenor dramatik, ai thoshim që ishin me shumë vlera, ishin shumë pak me shumë vlera. Edhe e majtën aty, deshin majtë aty. Por për arsye ekonomike erdhi në Shkodër, sepse ishte një rropa qepsi i përkryer, ishte edhe kishte punë shumë. Ishte, domethënë, i vetëm në familje me dy fëmijë, me 3 fëmijë, me 2 vajza e djalë. Edhe fëmijët i ka pas sportistë, vajza e madhe ka një basketbolliste shumë e mirë. Edhe djalin e kanë pasur atlet kanë kampion e rekordmen me moshët e reja. Mandej edhe për arsye ekonomike e la atletikën edhe një rroba qepsi shumë i mirë. Sa krahas vllaznisë Askoja kontriboi shumë. Tash unë flas si e kam njoft Askën. E kupton apo jo? Në kohën në 59-ën e kam njoft Askën. Jo vetëm unë, por kena një grup të ri me shumë perspektivë. Kush kolegët më të afërt? Po thashë me Vilin, me Vilan Tufin, me Nazmi Kryziun, me Angel Çeka ishte atë kohë. Ishte Gzim Mema. Tash ka hedhur shkujtojnë që gjithë. Por ishte i grup Pjetër Qefa. Ku ta dimë që? Mandej Askën e kena pas, më thonë, me kanë komandanti jonë, drejtuesi jonë, kishte shpirt gare, kishte i dashur edhe pa tjetër ishte edhe i rregullt në marrëdhëniet me ne, në epte korrajo, edhe na me të vërtet pat me rezultate shumë mira. Askoja vazhdoi përsi në shkollë mësues, krijoi një grup aty, edhe në grupin pat sukses. Pat fituar disa vende të para me mosha 10 vjeçare, 12 vjeçare, pa për arsye u shkput nga atletika. Por me Askën e kena pas gjithmonë marrëdhënie të mira, unë kam pas edhe masi që ka lënë sportin, gjithmonë kishte dëshirë për rezultate, për programe servitore e të tjerë të kësaj gjinie. Pa ishte shumë i dashur, me shok, kontribuote për shok.
2 vite më herët Bashkia e Shkodrës, shoqata atletikës Vllaznia e nderuan me një certifikat mirënjohje për kontributin e tij. Tash i ma mirë vonë se sa hiç, po vonë, paska ishte titullar, titullar. Unë po t'jep vetëm një rast. U mlodh me në 65 në ekipi kombëtar, edhe kishte me i vend, a bajellon i garë, aty 100 metrësh, që të gjithë ato kampionë që ishin në përkohën e tyne. Edhe në 65 atë bëhat fjallë. Atëherë u futë asë i mujti tanë. Ishte jashtëzakonshëm. Ishte Bala, faleminderit për këto mendime që dhatë për kolegun tuaj. Jashtëzakonshëm. Asim Mujaxhi, Askoja që për procedin. Edhe në sport, edhe jashtë sportit ka shumë i dashur me ne. Shumë i dashur. Respekt.